në këtë nivel korupcioni që ka Shqipëria futura në Europë është utopi. Jo se unë basim kush e di çfarë. Kaliopi. Atëherë Kaliopi, s'pari njerë po të ishte utopi, nuk do thoshte vetë Bashkimi Evropian të mbyllim negociatat brenda 2027-s. Na kanë dhënë një datë, na kanë dhënë një afat, gjë që nuk e bëjnë zakonisht, sepse nuk i lidhin duart vetes. Të thuash që ne nuk humbasim gjë nga futja në Europë, do të thotë mos kuptosh fare se çdo të thotë futja në Europë. Po të them unë se çfarë humbasim ne. Ne humbasim mbi 1 miliard euro në vit, nga cilat 90% janë grant, dhe që ne të humbasim më shumë se 1 miliard euro në vit nga antarësimi i mundshëm për Mustaji dhe Çelos, apo për Elagu Selagu, apo për kush je ti e kush jam unë, ky do të ishte një fatalitet i madh.